Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Dështoi përpjekja 26 e konstituimit të Kuvendit Kosovës, sërish pati një përpjekje nga lëvizja vetëvendose për krimin e komisioni ad hoc për votim të fshehtë. Kryesuesi i seancës, Avni Deari, kërkoi nga Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lista Serbe që të bëjnë propozimet e kandidatëve të tyre për komision, por këto parti nuk pranuan dhe nuk morën pjesë në votim. Ndryshe nga herët e kaluara, seanca e radhës do të mbahet sërish nesër pasi dita e premte është ditë pushimi zyrtare. Vetëvendosja është e hapur për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Deputetja e vetëvendosjes Albulena Haxhiu tha se nuk përjashtohet mundësia që këtë vit, përveç zgjedhjeve lokale, të mbahen dhe zgjedhjet e përgjithshme. Ishte kandidata për kryetare e Kuvendit Kosovës Albulena Haxhiu. Krizë të thellë politike e komentoi deputetja e PDK-s Vjora Çitaku dështimin e radhës për mbajtjen e seancës konstituive të Kuvendit Kosovës. Për këtë ajo fajsoi vetëvendosjen dhe këmbguli për të zgjedhur emrin e Albulena Haxhiut për krye parlamentare. Kosova vazhdon të jetë e bllokuar për shkak të kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje. Sot dështuam sërish të konstituojmë institucionet. Vendi është në krizë, ekonomia është në krizë. Është momenti të mendojmë për qytetarin më shumë se për vetveten. Çitaku theksoi se seanca ishte përpjekje për të akomoduar interesat disa deputetëve, ndërsa mungoi dhe vullneti për marrëveshje në të mirë të qytetarëve. Ajo pralajmëroi se nëse nuk gjendet një zgjidhje e shpejtë, bllokada politike do të vazhdojë të rëndojë mbi qytetarët dhe institucionet e vendit. Sot pat përpjekje dhe fatkeqësisht u kurdis seanca për të akomoduar nevojat e deputetëve e nuk po arrin që të bëj marrëveshje për të mirën e qytetarit. Ishte Vlora Çitaku. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj deklaroi se Kosova së shpejti do të ketë institucionet. Ai theksoi nevojën për krijimin e një shumice parlamentare që t'i jap fund bllokadës. Sida që tjetë, vendi duhet me pas një shumicë parlamentare. Nisma ka me thënë mundësi që ne besojmë me qenë përgjeshëm për faktin që vendi duhet me pas institucione, pavarësisht si e qysh bëhen, pavarësisht çfarë shumica ndërtohen, partitë politike në fund ditës secili ka përgjegjësinë e vet dhe pozicionimin e vet. Limaj shtoi se Nisma Social-Demokrate ka ofruar një mundësi për të ndihmuar në krijimin e institucioneve sepse vendi ka nevojë për funksionalitet, pavarësisht formës së konstituimit. Ne kemi dashur që duke kuptuar situatën, nevojën e pasjes së institucioneve, duke kuptuar që institucionet krijohen vetëm përmes shumicave parlamentare, duke respektuar pozicionimin dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, ne si parti politike, me ato mundësi që kemi dhe votin që kemi dashur që të jemi të përgjeshëm para votuesve edhe të nismës, po edhe qytetarëve të Kosovës, duke e dhënë një mundësi. Të tjerat, secili merr përgjegjësinë e vet. Unë jam i bindur që Kosova shumë shpejt të ketë institucionet e vet. Ishte Fatmir Limaj, kryetari i Nismës Social-Demokrate. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi raportin për Shqipërinë që ju kurajon mbylljen e negociatave deri në vitin 2027. Pro ti votuan 57 deputet, 11 ishin kundër dhe 6 abstenim. Eurodeputetët bën thirrje për përshpejtimin e reformave dhe forcimin e institucioneve demokratike. Krahas asaj kërkohet konsensus i gjerë politik dhe mbështetje e fortë publike për anëtarësim në Bashkimin Evropian së Bashku me përputhjen e plotë të politikës së jashtme dhe të sigurisë me atë të BE-s. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andrej Shider, kërkoi nga qeveria shqiptare të vazhdojë me luftën kundër korrupsionit dhe sundimin e ligjit. Në raport apelohet për një tekst i qartë mbi zgjerimin e modelit ekonomik, krijimin e vendeve të punës, përmirësimin e modelit të mirëqenies sociale, një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe të gjithëanshme. Raporti nënvizon polarizimin e vazhdueshëm politik të shënuar nga retorika konfrontuese dhe bën thirrje për një dialog më konstruktiv dhe gjithëpërfshirës politik. Eurodeputetët shprehin shqetësim serioz për ndikimet e huaja të dëmshme, veçanërisht nga burimet e lidhura me Kremlinin që kërcënojnë institucionet demokratike dhe aspiratat e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.